U besua se u gjet zgjidhje për të llovi në parkingun e qendrës klinike Nën Tereza. Sapo u publikua emri i kompanisë shqiptare Gjoka Construction, vërshuan reagimet e mes tjerash edhe kryeministri Mickoski tha se do shqyrtohet kredibiliteti i kompanisë. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari dje tha se tenderi për ndërtimin e garazheve në qendrën klinike i ka kaluar të gjitha procedurat dhe se pritet të nënshkruhet marrëveshje pasi të kalojë në qeveri, por sot ai anuloi shpalljen. E pyetëm cila është arsyeja e anulimit, por nuk u përgjigj konkretisht, vetëm tha se për shkak bujës që u krijua dhe se nuk dëshiron të njolloset dikasteri që ai menaxhon. Ne si ministri tash për tash do ta stopojmë këtë proces edhe do ta shohim si veprim më tutje. Realisht është kjo çështja që është diskutuar çmimi i parkingut 50 denar për këtë arsye, po është diskutuar. Shihni, ka tema të ndryshme që keq përdoren e përdoren. Kështu që unë s'du të lejoj, du të punojmë në mënyrë transparente, du çdo gjë të jetë hapur. Çdo kompanie që është e interesuar, eventualisht ose çdo partie politike që ka ofertë për zgjidhje më të mirë të çështjes së parkingjeve, ja i lejmë hapësirë një mujore të vinë edhe të na tregojnë, këtu jemi për t'i të gjithë të gjitha dhe ta gjejmë opsionin më të mirë të mundshëm. Taravari shpjegoi se po shqyrtojnë dy zgjidhje që me parkingun të menaxhojnë ndërmarrja publike e parkingu i qytetit dhe shërbimet e përgjithshme. Ewentualno razmisluwawmy dalej državni parking, odnosno gradski parkinzi, może da stopanisować co parking centar od Tukavo klinički centar i da izgradat katni garaži. Druga opcija već je razmisluvame i za opšti službi. Da li može to opšti službi da eventualno da ги менаџираат паркинг местата, па и да изградат катни гаражи, можеби не веднаш, меѓутоа за определено време. Така да сакам да ве известам и вас и јавноста дека размислуваме за две опции. После оваа бурна реакција за 50 денари зошто ќе биде паркинг местото на klinički centar. Sipas opozitares LSDM, dorëzimi i parkingut klinik kompanisë Gjoka Construction, ku 99% e fitimit do t'i shkonte kompanisë shqiptare, ndërsa vetëm 1% do t'i mbetej shtetit, tregon qartë se pas kësaj marrëveshje fshihet një marrëveshje e dyshimt. Për këtë arsye u anulua, tha Martin Kostovski nga kjo parti. Документите кои ги криеше Таравари го потврдуваат она во што се сомневаше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Самото Министерство за здравство поставило услов концесионерот да плаќа само 1% од приходите на државата. Таравари и Мицковски свесно решиле паркингот да го предадат на приватна фирма, оставајќи ја државата без приход, додека пациентите ќе плаќаат речици двојно поскапо паркирање. Taravari ftoi të gjitha partitë politike, por edhe qytetarët që mund të kontribuojnë me ide për zgjidhje të këtij problemi. Për të drejtuar të llovinë në parkingun e qendrës klinike duhen rreth 1100 vend parkime të reja.